Louise Ailey, një nga figurat më të dashura dhe më të ndjekurat e ekranit shqiptar, është kthyer në një emër që nuk njeh ndalesë që pas pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP Albania. Fituesi i edicionit të dytë të këtij formati shumë të ndjekur, Louise u konsiderua nga publiku si mbreti i shtëpisë për karizmën, humorin dhe aftësinë e tij për të mbajtur vëmendjen e miliona shqiptarëve të ngjitur pas ekranit. Para se të hynte në shtëpinë e famshme të Big Brotherit, jeta e Louise Ailey ishte relativisht normale, si në aspektin financiar ashtu dhe në atë të karrierës artistike. Megjithatë, pas daljes në ky format, jeta e tij ndryshoi në mënyrë drastike. Ai arriti ta kapitalizojë famën e fituar përmes projekteve të shumta artistike dhe bashkëpunimeve të suksesshme në tregun muzikor shqiptar dhe më gjerë. Louise ka nisur të ndërtojë një karrierë të suksesshme si këngëtar, duke nxjerrë disa këngë që janë kthyer në hite, si dhe duke mbushur skena në koncerte të shumta brenda dhe jashtë Shqipërisë. Përveç kësaj, ai është bërë fytyrë promocionale për disa marka të njohura, duke përfshirë edhe bashkëpunime me kompani pijesh dhe produkte të konsumit të gjerë, ku ka shërbyer si ambasador i Mazi. Të gjitha këto angazhime dhe projekte i kanë sjellë Louisit përfitime të konsiderueshme financiare. Sipas disa burimeve të afërta dhe analizave të bëra mbi asetet e tij, pasuria aktuale e Louise Aileyt mendohet të ketë arritur një vlerë prej rreth 7 milion eurosh. Kjo shumë përfshin jo vetëm të ardhurat e tij të deklaruara, por edhe vlerën e pronave, kontratave të marketingut dhe fitimet nga koncerte dhe transmetimet muzikore. Louise Ailey është shembulli i një njeriu që me një strategji të mencur dhe një lidhje të fortë me publikun ka arritur të kthejë një moment fame në një histori suksesi të qëndrueshme. Rruga e tij është ende gjatë dhe publiku pret me padurim të shohë se cilat do të jenë hapat e ardhshëm në karrierën dhe jetën e tij. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.